Kam sjell recetën e pitës me spinaq dhe kos, pite me 2 kuleç në një përgatitje më thjeshtë se zakonisht apo një teknikë e veçantë e gatimit. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Zakonisht kur përgatis pite, në fillim përgatis mbushjen dhe kësaj radhe do veproj në mënyrën e njëjtë. Dhe përgatis me spinaq dhe pak qepë të njuma. Spinaqin e kam larë mirë, kam pastru dhe e coptoj, njashtu dhe qepët e njuma i kam pastru mirë dhe do i coptoj. Fillojmë që të bëjmë coptimin e spinaqit në fillim. Do e coptoj në copsa jo shumë të vogla, mesatarisht. Mënyra e njëjtë bëhet dhe me qepë, duke i coptu kështu në copsa jo shumë të vogla. Kam bërë coptimin e spinaqit dhe qepëve të njuma, tash i shtoj në një tigan. Kam përzier të dyja bashkë, nuk ka problem, dhe ju shtoj vaj, dikon rreth 70 ml, dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgoj qepët dhe spinaqin gjersa të fillojnë që të zbuten, shumë pak, dikon rreth 5 minuta, mirëpo i përzina vazhdimisht. Masa zbutur mjaftueshëm, i ka rarë volumin, tash e largojmë nga zjarri dhe e lojmë që të ftohet plotësisht. Pasi mbushja është ftohur, ja shtojna 400 gram me kos, një lugë mesme me krep, apo krep mund t'i shtoni sipas dëshirës dhe e përzi masën kështu mirë e mirë. Dhe mbushja është gati. Pasi mbushja është gati, përgatisim drumin e pitës. Tunain kam 580 gram me miell, shtoj një lugë e gjysmë të mesme me krep dhe i shtoj pak vaj, dikon rreth 2 lugë gjelle, ndihmon në hapjen e petave vaji dhe për formimin e brumit në nevojitet ujë i bakët, edhe muj e punojmë brumin, këtë mënyrë kontrollohet trashësia, sepse masat e ujit nuk dihen fikse. Edhe punoj mirë e ngjeshim brumin, derisa brumi të largohet nga dora. Këtë mënyrë më e mirë do del pitja. Kam punuar brumin, kam fitu një brum mesatarisht të trash. Tash e nënkundullet brumi, e mbuloj dhe loj brumin që të pushoj në ambient dhome dikon rreth gjysmë ore. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga hena, e kaloj në tavolinë të punës, edhe miell, kaloj brumin. Brumin pak e rrokollisim tek mielli i hedhur. Shtoj miell sa herë që ka nevojë. Zhbër brumi shumë i mirë dhe ndojmë në 2 pjesë barabarta. Secilës pjesë ja japim formën e një kulaçi. Pra kjo pite përgatitet me 2 kuleç. Përgatitja janë shumë me thjesht, ideale për fillestarët. Edhe përsëri miell. Tash marr kulaçin e parë dhe bëj hapjen, e hapi në një masi rreth 40 cm, duke hedhë miell sa herë që ka nevojë. Brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra gjatë hapjes. Të mundohem të jap trashësinë e njëjtë nga gjitha anët petës gjatë hapjes. Shtoj pak miell dhe brumin e rrokollis për shkopin.
dhe filloj që të bëj hapjen. Dhe një herë dhe besoj se është mjaftueshëm. Është bërë shumë mirë. Më duhem t'ja formën e një katrore, pak kështu me duar e tërheqi. Dhe i hedhi gjallë, këtu kam shkrirë gjallë, i shtoj kështu 2-3 lugë gjelle. Gjalpin e përhapi me dorë apo me një brush. Nduhem që ta përhapi mirë e mirë. Ta zhbëj palosjen dhe petën e hapur e la në njërin pjesë tavolinës së punës. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me kulaçin tjetër, duke bërë hapjen në masinë e njëjtë, duke ja dhënë ashtu formën katrore, duke e lyer me gjalp dhe duke e palosur. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje dhe me kulaçin e dytë. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje dhe me kulaçin e dytë. Bëjmë palosjen dhe të kulaçit apo petës së dytë. Tash marrim petën e parë, kurse petën e dytë e vendosim në njërin skaj tavolinës. Bëjmë të shpalosjen tash petës së dy parë. Ka pushu gjeri sa kam bërë hapjen e petës së dytë. Tash pak me duar kështu qoshët ja tërheqi. Vetëm se munduhem që t'ja formën në një katrore apo drejt këndshi. Në dalin më të përshtatshme pjesët, sepse jam duke përgadit në tepsinë e shporetit elektrik. Dhe tash e ndojmë petën kështu në 12 pjesë. Sa më të vogla t'jenë pjesët, aq më mirë do del pitja, do ndahet flet. Tash nga kjo anë tash filloj që të bëj renditjen e pjesëve njërën mbi tjetrën. 2 pjesët e para nuk do i lyej me gjalp, s'ka nevojë, vetëm se i bashkojmë anët nga janë të lira me gjalp. Kjo del më e mirë se me kuleç, kur të bëhet me 20 kuleç më mirë del, më të holla dalin pjesët, sepse e kam ndarë tash në 12 dhe pjesën tjetër do e ndoj në 12, i bie sikur të jetë me 24 kuleç. Kështu, tërheqim, tash shtojna pak gjalp. Përhapim pak, tek secila shtojmë nga pak. Marrim pjesën tjetër. Tërheqim me duar dhe në këtë mënyrë vazhdojna tutje me të gjitha, duke i bashku kështu dhe duke u hedhur gjalp në mes. Vërtet ka dalë shumë mirë, ideale kjo pite për fillestarët, sepse mënyra e gatimit është shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Kam formuar petën e parë, tash me majet gishtave shtypi gjithë qoshët e gjithë pjesëve, kështu që të bëhet nxitja, dhe pak do i tërheqi njëkohësisht dhe me dorë. Dhe pothuajse brumi është tamam për tepsinje, vetëm edhe pak na duhet që të smadhohet brumi për tepsinje,
Mirë po nuk do e përdorim shkopin, kështu me duar do e tërheqim vetëm se. Tash brumin e vendosim në tepsi. Tepsien e kam lyer me gjalp të ngrirë, se si nuk bën me gjalp të shkrirë, dhe kështu qoshët e brumit i vendosim nga rrotë e tepsisë. Nga gjitha anët e tepsisë veprojmë në këtë mënyrë. Kam vendosur gjithë qoshët e petës rreth tepsisë, tash ja kaloj mbushjen. Mbushjen mundohem që ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen. Kështu trashësia e mbushjes të jetë e njëjtë nga gjitha anët, shumë mirë do jetë. Përhapim. Kam kalu mbushjen, ja shtoj 2-3 lugë gjelle me gjallë. Dhe tash e formojna petën e dytë, dhe petën e dytë do e formojmë në mënyrën e njëjtë ashtu siç vepru me petën e parë, duke tërhequr pak dhe duke ndarë në 12 pjesë. Mundohem t'ja jap formën e një katrore. Kam formuar dhe petën e dytë, tash e vendosi mbi harxhin, kështu, dhe mundohem që me majet gishtave të bashkoj qoshët e petës së parë me qoshët e petës së dytë. Nga gjitha anët bëj bashkimin. Kam bërë bashkimin e të dy qoshëve të të dy petave, tash me majet gishtave shtypi ansorët, kështu. Nga gjitha anët. Tash marr një thikë dhe filloj që t'ja bëj rrethin pitës, që gjatë pjekjes mos del harxhi jashtë. Nga gjitha anët ja kthejmë rrethin. Ja kam formu rrethin pitës, sipër ja shtoj 2-3 lugë gjelle me gjallë. Dikun mu ka ndash rreth 150 gram me gjallë për përgatitjen e kësaj pite. Dhe pitja është gati për pjekje. Kam nxej furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 25 minuta. Kam largu nga furra, ka dalë shumë e mirë, ka një aromë shumë të mirë. Tash me një thikë shprishim pjesën e sipërme. Vërtet ka dalë shumë e mirë, ndahet flet. Marrim pak ujë dhe spërkasim sipër që të zbutet. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pitja është gati për konsumim. Ta largoj pak kështu pjesën e sipërme dhe t'ja shifni brendësinë. Ka dalë shumë mirë. Besoj se ju ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë pite të shpejt me 2 kuleç mbushur me spinaq dhe kos. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, kurse ju që shikoni për herë të parë këtë video ju lutem të abononi për recetat reja, mi beq nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.